si me thonë, ndarje të proceseve dhe vendimarjes për rezultatet përfundimtare, certifikimin e kandidatëve të rezultateve për kandidat për kryetar komune, apo edhe të asambleve komunale apo kuvendeve komunale. Dhe në këtë drejtim kam mbetur tashmë vetëm komuna i Stogut, me rastin që sapo u paraqit në mediumin tuaj, dhe përveç këtij aspekti që publiku e sheh, janë edhe aspekte tjera organizative teknike me cilat stafi i KCZ sekretariatit tashmë ka filluar që të merret, mirë po natyrisht sfidat ekzistojnë, janë të karakterit kryesisht organizativ, mirë po KCZ-ja e ka një përvojë në aspektin e organizimit të zgjedhjeve. Për neve duhet të jetë me rëndësi që brenda këtyre afateve që kemi të kufizuara kohore, tu përgjigjemi obligimeve tona ligjore në mënyrë që e para të organizojmë zgjedhje të ashtu që qytetarët të kenë mundësi të njihen me programet e partive politike dhe kandidatët e tyre, që qytetarët dhe që subjektet politike gjithashtu ta kenë në dispozicion kohën e mjaftueshme për të përgatitur, për të certifikuar edhe për të sjellë listën me kandidatët dhe që qytetarët të mund ta shprehin lirshëm, të kenë kohën e mjaftueshme për ta shprehur lirshëm vullnetin e tyre. Por tham qytetarët, natyrisht këtu nuk jam duke thënë vetëm për votuesit me drejt vote që janë brenda Kosovës, po edhe për mërgatën e cila përbën një numër të madh dhe të rëndësishëm mbi gjitha për demokracinë e vend, po kemi gjithashtu edhe rastet e votimit me nevoja të veçanta edhe votuesve tjerë që ndodhen në institucione qoftë të hospitalizimit apo të në burgje. A ka qenë rekomandim, kërkesa shqyrtu prej KQZ-s data 28 dhjetor? U komentua shumë edhe në aspektin politik, vendosja kësaj date për të pasur votim. Ishin dy data si propozim, 21 dhe 28. A ka qenë problem për juve cila do të ishte vendosë? Natyrisht që për ne edhe një ditë më shumë është shumë e rëndësishme. Dhe këtë e ka thënë edhe vetë sekretariati, pra vetë ata që merren në organizimin që ju bje bara kryesore, thënë të drejtën në organizimin e zgjedhjeve. Lejmë një javë më vonë që ka qenë indikative për neve që të mund të organizohemi më mirë. Do të mund të organizoheshit me 21 dhjetor? Natyrisht, ne jemi të obliguar që të organizojmë zgjedhjet kur do që ato shpallën. Mirë po në aspektin organizativ, kjo do të mund të përbënte një sfidë shumë të madhe, duke pasur parasysh që misioni i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve gjithashtu është që të siguroj një gjithëpërfshirje të pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhje. Presidenti është konsultuar me KQZ-n para se ta shpallë 28 dhjetorin datës zgjedhjeve? Kjo është tashmë një praktike njohur që sa kohë, jo vetëm presidenti, apo dhe presidentën të kaluarën e kanë në themi obligim para prak që të konsultohen me KQZ-n lidhje me çfarë do planifikimi që bëhet për shpalljen e zgjedhjeve, natyrisht që në fund i përket presidentës që ta caktoj datën dhe mendoj që informacionet datës së zgjedhjeve. A ka motive politike? Nuk shoh, kur thua politike nuk e kuptoj, më thënë të drejtën